ma ke drejtu giftin. E m'ke thonë, ti e shkaktari I gjendjes e Lore, se ndivan e ke bo. Ti e ke bo. Realisht po. Okej. Kur thash po? Kur thash po kam nevojë tonë? Ti sa po thot? O djalë, Kur thash po ne? Vetëm afër më kapat. Nuk jam ka dime ta gjet një fjalë as po duam në vut. It's okay. S'ka lidhje. Unë nuk pa problem. Ajo përzi. Kur përzihet dikush në favor të emin, ti e kundërshton. Kur përzihet dikush në favor tonin, e mbon. Si me Auroren, si kur e ka bëj ajo, si kur e ka bëj ajo. As nuk e ka hap goje. Për çka? E den shumë mirë për çka. Kur Londrini e ka pa që e koni prekun për një situatë caktuar, mes teje dhe Elionës, as nuk kom zgjedh me Olça Cem për shembull Prime as kur Londri, 27, Big Brother Big Kosova, nuk e ke folën Prime, e ke folë te divani, e ke hedh akuza. Po mor parasysh, momentin tem, që jam ndiu na ditë, më ke thonë, ti ja ke shkaktu gjendjen çikes. Po mor parasysh, unë që jam ndi. E kjo mu tregon edhe një herë, raporti që keni ju dy, është shumë ndryshe, edhe vlerësoni njëri tjetrin shumë më shumë. E vlerësoni njëri tjetrin më shumë beso. Qysh? Ti ke pasur mirë Elionën shumë për sa I edhe Ja ndikesh ajo ndikesh, po jo për shpresën që ka shkaktone. Edhe Prime është seks që po dhe ti ke pasur ndikën të çfarë. Po mund të jem kanë fajtor për situata që unë ajo kemi pas. Po me thon mu, që ke thonë ti ma ke drejtu giftin, e ke thonë ti je shkaktari I gjendjes e Lore, se ndivan e ke bo. Ti e ke bo. Realisht po. Okej. Ndihmë. Realisht po. Pandej që baba I thonë ka zgjaturën. Prap se prap, po edhe nuk vjen mirë. Kështu që opinioni jete vjen këtu. A do të thosh mundohesh këta sterpytja kot për publikut. Pse xhelozën Londrini me raportin e Elionës. Shkoj xhelozën, çka ka lidhje ata që kanë çdo. Po çka ka lidhje me këto që na ishin të bukur. Sa pe ki problemin pse Eliona nuk kapet mua dhe mendon që Eliona shkon der. Pasha zotin e madh, jo, unë thjesht kam thonë që ju përzi Londrim. Londrim, është një gjatë që unë ta kam sharuar ty një herë. Edhe ti je të tregu lojtar se po mundosh mundi të pyetja. Ta kam sharuar ti, kam thonë, ju dy e doni sapo ta thash, ju dy e vlerësoni aq shumë raportin që mbroni njëri tjetrin edhe me kanë gabim. Kaç. Çfarë patjetër? Veç për që ta I prita pyetjet për publikut dhe pën, veç me pa që ata që ky e menoj që dedikon se na domethënë kena voç të sane për me çik toket që është nominim. Tash për me çik nuk keq. U do ke çuditshme tash çete pse po toket. Lezoj po duam mbu. Unë e diskutova që parë me Aurorën dhe e di si e shoh unë? Mua e shoh që Klodi ndjet keq që Eliona mban gjithmonë anën tënde. Në çdo rast. Jo, unë mendoj që problemi I Klodit është pra nuk I det kur në krah. Klodi po gjithmonë mban anën tënde në çdo rast. Do situata që nuk e di nëse jam saktë. Fol me mua dhe fol me mua se sa me Klodin. Po, edhe që kjo është njëna prej. Eliona dhe kur nuk ka asnjë lidhje me një bisedë që jemi të pasur ne te, gjithmonë është në favor tonë. Bravo. Sepse ju dy vlerësoni aq shumë raportin tuaj, edhe vetë fakti që ju nuk kapeni, është sepse duani aq shumë njëri tjetrin, edhe emocionalisht nuk doni me bot dam njëri tjetrit. Jo, je shumë gabim këto. Unë ta tregova shumë mirë pse